أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Sot fillojmë me lejen Allahut Azza wa Jall me komentimin e suratul Infitar. Ku me lejen Allahut Azza wa Jall do të fillojmë me ajetin e parë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala idha as-samaa'u fatarat. Idha as-samaa'u fatarat. Thot edhe kur qielli do të qahet. Siç e dini fort mirë, prej fillimit kemi përmend se shumica e surës së fundit apo xhuzit të 30, shumica e ajeteve kanë të bëjnë me ditën e gjykimit dhe me besimin në ditën e gjykimit dhe me ndodhit kryesisht që kanë të bëjnë me ditën e gjykimit. Edhe pse një pjesë e këtyre ajeteve përmenden edhe në ajete të tjera apo në sure të tjera që janë para kësaj, sikurse sura 29, sura Tabarak edhe kështu me radhë. Por se kryesisht surja e 30 apo xhuzi amme që i themi, shumica e saj flet për ditën e gjykimit dhe ndodhit që kanë të bëjnë në detaje. Të tamamile, ai i cili lexon xhuzin amme dhe e kupton këtë xhuz apo këto sure që janë brenda këtij xhuzit, do të në mënyrë detajzume i din ndodhit që kanë me ndodhur në ditën e gjykimit dhe para ditës së gjykimit. Në suratul Infitar ka të bëjë me një pjesë e saj me ndodhit që kanë me ndodhur para se me u bë kiamet apo ndodhit që janë nishan dhe simbol i ardhës së ditës së gjykimit dhe ndodhit nga të cilët nuk ka kthim mbrapa. Për kësaj thot Allahu Azza wa Jall idha as-samaa'u fatarat. Idha as-samaa'u fatarat është i njëjti kuptim me ajetin kuranor idha as-samaa'u shaqqat. Idha as-samaa'u fatarat edhe idha as-samaa'u shaqqat kanë një domethënie. Vetëm se këtu thot idha as-samaa'u fatarat kur ka mu qa, kur ka mu pëlcit, ka me dal vija e çamja në qiell. Dhe Allahu Azza wa Jall me fuqinë e tij të plot, para ditës së gjykimit ka me qa qiellin. Ka mundon në dy pjesë. Ka mu qa gjithë ky qiell i madh që është, që na as që kemi mundësi të me paramendu dhe me perceptu realitetin e madhësisë së këtij qielli me këto sy të kufizuar, me këtë pamje të përkufizuar, Allahu Azza wa Jall me fuqinë e plot tregon se në ditën e gjykimit ka me qa qiellin. Wa idha al-kawakibu intatharat. Thot edhe kur yjet intatharat kanë mu shpërnda, kanë mu shkapërderdh. Kanë mu shkapërderdh dhe kanë me ra. Yjet e mdhoja, kawakib, gjitha, nuk ka me mbet yll në qiell, i cili nuk ka mu shkatru, i cili nuk ka me u zhduk. Por nëse kanë mu kanë shkatru dhe kanë me u zhduk, ata edhe kanë mu shkapërderdh. Thuse s'kanë qenë asnjëherë më herët. Nga se prishet do të thotë qielli. S'pare u prish ka qielli, pastaj ndodhia e ditë është shkapërderdhja e yjeve të mëdhaja, do të thotë që me tregu se mo nuk ka kthim mbrapa. U prish qielli, prishen yjet, mo do të thotë vjen llogaria së shpejti, do të thotë për çdo kant i cili ka me dhon xherab dhe llogari për atë që ka bën. Wa idha al-biharu fujirat. Edhe kur detrat çka fujirat, çka kanë me eksplodu. El-fujirat është për qëllim kur deta do të kanë mu prish kufinat mes tyre dhe deti ka mu bon një. Nuk ka me pas mo disa detra, por se ata kanë me pëlcit, kanë me plas, edhe çka kanë me ndodhur domethënë prishje e kufive mes detrave. Që do të thotë detrat të cilët janë të ndara njëra prej tjetrës në ditën e gjykimit kanë mu bon një. Që do me thonë është trishtim shumë i madh. Edhe për këtë shkak unë shpesher e kum përmend se shkrirja e akullit në detin Antarktik apo në do të thotë në pjesën ku do të thotë shkrihet akulli dhe shton sasinë e ujit, ajo nuk është ndryshim klimatik. Ajo është çka, një nishan dhe një simbol se kemi larg ditën e gjykimit. Ndryshimet klimatike që dikush i paramendon
sikur se një ndryshim atraktiv dhe një ndryshim I cili duhet mu studiuar dhe diçka, na I themi se këto janë parashenja e bashkimit të detrave, nga se dita e ditës rritet niveli I ujrave në botë, nivel botror. Edhe kjo është pasojë e ndryshimit klimatik. Për këtë shkak, kur themi ndryshimi klimatik, kemi për qëllim nxehtësia e tepërt e cila shkrin akullin, I cili akull bëhet ujë dhe shton sasinë e nivelit të detrave në botë. Dhe kështu kemi domethënë devijim në rrugën toksor që nuk kupton bashkimi I detrave, siç thot Allahu Azza wa Jalla, wa idhal biharu fujirat. Edhe kur detrat kanë me plazë dhe kanë më bë kretnja. Wa idhal qubur bu'thirat, shtash kalojnë te njerëzit. Sot edhe kur njerëzit që janë në vareza apo në vara kanë murin gjallë. Allahu Azza wa Jalla ka më thënë një shi dhe ato kanë murin gjallë për me dhënë llogari për veprat që I kanë bën. Alimet nafsun ma qaddamat wa akharat. E kur do të rinjallen çdo shpirt ka me ditë se do të jap xhavab për atë që e ka bë gjatë jetës së tij duke qenë në dunjë. Çdo kush që kur do të rinjallet e din shkakun e ringjalljes së tij dhe e din se ka me dhënë xhavab në ditën e gjykimit për veprat e tija që I ka bën këtë dunjë. Qofshin ato të mira, qofshin ato të këqija. Do të thotë që njeriu ka me dhënë llogari tek Allahu Azza wa Jall për veprat e tija dhe kjo është qëllimi I ringjalljes. Dhe këtu do të thotë kanë me qëndru një kohë të gjatë derisa Allahu Azza wa Jall të jep llogari, të jep leje atyve për fillimin e llogaritës. Për këtë shkak njerëzit do me thonën në mahsher, masi që kanë murin gjallë prej varezave, zot kanë me qëndru një kohë të gjatë, sa që kanë me shku tek pejgamberët, me kërku dhe të shefat, shka? Që Allahu Azza wa Jall t'i shpëtoje nga ky qëndrim këto, sepse është qëndrim pa llogari. Ka me kërku tek pejgamberi Allah, prej te Ademi a.s. deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shumica pejgamberëve apo gjithë pejgamberët kanë me pas derdhin dhe telashin e vet. Derisa të vijë te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili ka me ndërmjetësu te Allahu Azza wa Jall që të fillon çka llogaria për ditën e gjykimit. Para mendoni kanë me intervenu dhe kanë me kërku ndërmjetësim tek pejgamberët e Allahut që të fillojë llogaria, nga se do të janë duke qëndru me një kohë dhe me një vend ku sikleti dhe telasha shumë e madhe. Dielli një plomb mbi kokë. Nga ana tjetër, secili e ka sikletin e llogarisë së vet. Saqë edhe pejgamber kanë me thonë nefsi, lema e kam gojlën time, e kam derdhin tem, kanë me thonë pejgambert. Njëri e kam derdhin e pemës, tjetri derdhin e vrasës, tjetri këtë derd tjetri, secili pejgamber ka mu arsyetu. Përveç se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili ka me kërku, ka me ndërmjetësu te Allahu Azza wa Jall për fillimin e llogaritës që me përfundu do të thotë qëndrimin në mahshar. Ja ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allahu Azza wa Jall I drejtohet njerëzve, o ti njeri. Ja ayyuhal insanu, o ti njeri. I drejtohet në formën e njëjësit për me vabon me dije se çdo kush prej jush një nga një ka me dhënë llogari. Nuk thotë ja ayyuhan nas. Nuk thotë ju njerëz, por thotë ja ayyuhal insanu, o ti njeri. Këtu kemi dy kuptime, apo dy dobi dhe dy urtësi të cilat nxirren nga ky ajet kuranor. Allahu Azza wa Jall thotë o ti njeri, që do me thonë çdo kush prej jush ka me dhënë llogari tek Allahu Azza wa Jall një nga një. Dhe e dyta nuk kupton se kur themi llogari, nuk kupton se çdo kush ka me dhënë llogari, pa marrë parasysh sa ka qenë besimtar apo jo besimtar. Pa marrë parasysh sa ka qenë I bardh apo I zi, I kuq apo I verdh. Ai ka me dhënë llogari tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe se këtu nuk përjashtohet askush nga kjo llogari, duke I përfshirë edhe pejgamberët. Për këtë shkak drejtohet në formën e njëjësit që me tregu se çdo kush që e ka emrin njeri, që e ka emrin do thot njeri ka me dhënë llogari tek Allahu Azza wa Jall, pa marrë parasysh do thot fenë e tij, rasën e tij apo çfarë do që është, dhe çdo kush një nga një ka me dhënë llogari. Nuk ka llogari toptan. Nuk ka llogari do thot tek të tjetri për ty. Dhe se çdo kush ka më bë llogari për vetveten e tij.
Dhe Allahu Azza wa Jalla thot: "Ma gharraka bi rabbikal kerim." I drejtohet, do thot, njerëzimit dhe njeriut në formën e pyetjes për me qenë llogaria më e madhe dhe kujdesi më i madh. Dhe Allahu Azza wa Jalla ka më thënë: "Ma gharraka bi rabbikal kerim." Çka çtini që ti çka me haru dhe ma nashkalu çka krijuesin tënd i cili është fisnik. Thot bi rabbikal kerim. Nuk thot krijuesin tënd i cili të ka kriju, edhe pse ti je musliman të ka kriju, edhe pse ti nuk e qenë besimtar ai të ka kriju ti, edhe pse s'ke qenë prej filan rasa megjithatë ka kriju, nuk ka bë dallim mes teje dhe atij. Po ti megjithatë, me gjithë këtë të mirë të cilën ta ka bëu Allahu Azza wa Jall, ti çka e harrova Allahun Azza wa Jall krijuesin tënd. Krijuesin tënd i cili çka është fisnik. Thot bi rabbikal kerim. Krijuesin tënd fisnik i cili edhe pse ke qenë jo besimtar, çka të ka dhënë rrezik, të ka dhënë shëndet, të ka dhënë familje. Edhe pse ke qenë gjunaqar, ai të ka dhënë të gjitha të mirat e kësaj dunjoje. Ta ka leju që ti me u furnizu me risk, sepse Allahu Azza wa Jall ka pas mundësi që shkaku i mëkateve tuaja me ta ndalë riskun. Por megjithatë Allahu Azza wa Jalla është treguar ndaj teje fisnik. Edhe të ka dhënë. Ti edhe pse ke qenë gjunaqar, ai të ka dhënë ti shëndet. Dhe Allahu Azza wa Jalla i përmetu bi rabbika el kerim, thot. Krijuesin tënd i cili çka është fisnik. E çka çtimi ti me haru krijuesin tënd i cili është fisnik, i cili ti dha gjitha të mirat e ti megjithatë u tregove për buzësit të mirave të Allahut Azza wa Jalla. Të mirat të cilat janë pa kufi. Pas Allahu Azza wa Jalla thot: "Alladhi khalaqaka fasawwak. Alladhi khalaqaka fa'adalak. Alladhi khalaqaka fa'adalak." Krijuesin tënd i cili të krijoi ti, çka? Fa'adalak. Në disa qiraete të Kuranit thot fa'adalak. Që nuk të njëjtin kuptim e ka, vetëm se fa'adalak është me teshtit që tregon i cili ti të bëni të drejtë. Ti edhe pse ki ko me dur, nuk hec ko me dur, po ec vetëm me kam. Ai edhe të krijoj, por edhe çka edhe të drejtoj. Kjo është kuptimi i Kur'anit. Kuptimi i këtij ajeti kuranor. Do me thonë Allahu Azza wa Jalla shtash kalon detajzimin e të mirave të cilave të mirat i ka dhënë ti. E ti si ka mundësi mu tregu në përkëmbës i këtyre të mirave, krijuesit tënd i cili është fisnik, i cili ti të ka kriju prej asgjë. Vetëm njeriu, vetëm me mendu dhe me analizu. Halle mirë si duhet krijimin e Allahut Azza wa Jall, vetëm vetveten mund dal me këshill mbafçire një mirë, edhe me do të thotë me meditim të plot, kimi pa se mirësitë Allahut Azza wa Jall ndaj neve janë të panumërta. Dhe Allahu Azza wa Jalla këtu i përmend, thotë ai është ai i cili të ka kriju, po lëre se të krijojë edhe të bëni drejt, që ti më hec drejt. Para mendon sikur se Allahu Azza wa Jalla të na kish kriju, që na më hec sikur se kafshët, ko me dur me hec. Por se Allahu Azza wa Jalla na boni na dha neve ko me dur, ama me çka na i mundsoj që me hec me kom, vetëm me kom. Para mendoni do të thotë, vetëm falënderimin e kësaj mirësie a kemi bona si duhet apo jo. Ana ka shku spakun dhe njerë ndërmend, që mi thonë, o Zot, ty të falënderoj që më ke kriju në këtë formë. Ana ka shku dhe njerë ndërmend, që më këshirë mbafësire me thonë, o Zot, ty të falënderoj që më ke dhonë sy, që me pa në vetë vetën. Dikush kishte me dhonën gjithë pasurinë e vetë me pa njëherë njëtë ftyrën e vetë. Ama Allahu Azza wa Jalla ja ka ndalu që me pa ftyrën e vetë. Ja ka marrë pamje. Dikush është në gjendje me dhënë gjithë pasurinë e vetë njëherë mu qunë kom. Njëherë mu qunë kom. E dikush që ja kam parashtu njëherë për i radhave një pyetje dhe i kanë thonë, do të njëri milioner i pasur me tëna të mirat e Zotit, i thonë çfarë kishte qenë dëshira jote më e madhe në jetën tënde. Tregoj një dëshirë më të madhe, më të flakë që i ki në jetë. Ai thot po. E kam një dëshirë në jetën time, të cilën androj, natë e ditë me plotësua, me nuk plotësot me para ja. Kam dëshirë që njëherë në jetë të dalë edhe t'i blejnë një parkundra për fëmijë. Këtë ondër e kam, jam milioner, miliarder, ama këtë ondër e kam
që njëherë në jetë Allah me ma mundësu me shku me blinë në parkundra për thmi. Se e kam thmijën, e kam e vladin pa kam. Ndroj dal t'ja blinë në parkundra. T'ja vesh me durët e mija. E ti cili ki e vlad, i cili ka kam, e ti cili ki kam të tua. A të shku njëherë në jetë, atë ka shku në dërmend, që kur ti vesh ato kundra e qosh kom me thonë, o Zot, ty të falëndëroj që ma ke bon nasip me vesh kundra. Ty të falëndëroj që ma ke bon nasip që me durët e mija me vesh kundrat. Sepse dikush i ka kundrat, i ka kam, si ka durët, se një veshe. Për kesha këtë dhe të Allah, zëtë fa'adelek, në këtë sura, a i cilit ka kriju, edhe qka të ka botë drejt, të ka botë amam. Fi eji suratin masha e rakkebek. Në qfar do forme që ka dosht a i, ashtu edhe të ka kriju. Allah azza të ka kriju në formën e vetë, në pamjen që a i ka dosht. Pamjen që i kimi në fizionomin, në i ka dhonë Allah azza dhe thot, fi eji suratin masha e rakkebek. Ashtu si që ka dosht a i, të ka formu ti. Rakkebe sheje tërkiba, është kur Allah azza qka e ka bo gjdo sen në vendin e vetë, hap pas hapi. Kjo është tërkib, që gjdo sen të ka vëndu në vendin e vetë. Në vendin e vetë. Allah azza të ka ditë mësë miri që ti hundën me të adhonë në këtë formë. Të ka ditë mësë miri që gojër me të adhonë në këtë formë. Që sytë me të adhonë në këtë formë. Që vetlat me të adhonë në këtë formë. Qërpisht me të adhonë në atë formë. Balin me të adhonë në atë formë. Para mendoje, sikur se të kishe pas dhe vjem në fizionomin tënë dhe në krimin tënë. Si do të kishe qenë pamja jote? A do të kishe pas guxim që me shiqu vetë vetën pafqira? Dhe Allah zë thot, ashtu si që ka dosht, a i ti të ka kriju. Ta ka dhonë pamjen, suretin e përmend sure, pamje. Për që ti thënë suret, apo siret fotografisi. Që do më thonë pamja jote, kopje e pamjës tënde. Dhe me gjithat, na nuk jemi falëndërus ndaj kësaj të mira. Bile marim guximin që këtë fizionomi, këtë pamje me ndryshu. Allahu na rujt nga kjo. Dhe bile marim guximin që këtë pamje dikujt me asha. Allahu azza e ka kriju në atë formë. Dhe këtu del në shesh mesela që as kujt s'ketë drejt me a përkesh fizionomin të sënja ka falë Allahu azza e. Sepse në këtë formë, çka? Sepse në këtë formë ke pretendu se Allah dhe nuk ka qeni fuqishëm që me kriju ma mirë sa që është. Allah në rujt nga kjo. Dhe keni kujdes që mos taleni me pamjen dhe me fizionomin e njerëzve. Që të mos taleni me bust e njerëzve, me hundën e njerëzve, me sytë e njerëzve, nga sa ato janë krijesat Allah të azogjel. Atë hund, atë sy e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajo nuk është diçka që ka ra ashtu, ka ardhën pa vedin e dikujt, porse atë e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ti me as pak nuk ki të drejt që dikujt me asha hunën e ti, me asha kryt e ti, me asha pamjen e ti, sepse atë kry, atë pamje, qofte bukur, qofte shëmtume, e ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ti s'ki të drejt më utal me fizionomin e dikujt tjetër, nga se ki të bësh me ndjenja, ki të bësh me krijes, dhe ki të bësh me krijim, pas të cilit krijim qëndron një kriju si me madh, Allahu subhanahu wa ta'ala. A i ka dash që ajo krijes me u duka ashtu, dhe ashtu duket. Me qëfar guximi ti merë që me kontestua atë krijim? Me qëfar të drejte ti merë guximi që me kontestua atë krijim? Të cilin krijim e ka kriju si dhe kriju si ti, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ta kemi parasysh se çdo krijes është bo në atë formë, në atë pamje, si që ka dasht Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe se ti, kër e kisha pamjen dikujt, qka? Në mënyrën direkte ke fy Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu na rrit nga kjo, dhe se kjo është nga gjunat e mëdhaja, nga mëkatet e mëdhaja, që mu talë me pamjen dhe me fizionomin e dikujt tjetër. Keni kujdes dhe largohuni nga ky ves dhe nga këto fjalë, sepse janë të mëdhaja në mizanën dhe në peshorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kella bel tukadhibuna bid-din. Allahu azza wa këtu tregon se me gjithatë, me gjithë të mira, me gjithë këtë fuqi të madhe të Allahu azza wa jall, bel tukadhibuna bid-din, ju përsërithat e mohoni ringjallën në ditën e gjykimit. Dhe dini fort mirë, i gjithë kufri
vjen si pasojë e mohimit të ringjalljes. Edhe nga ana tjetër edhe me besimtarët. Çdo herë kur muslimanët janë më larg për kujtimit të ringjalljes, çdo herë kur muslimanët janë më larg vetëdijsimit se ka me pas ringjallje, çdo herë janë më afër mëkateve dhe gjunaheve. Çdo herë kur na e përkujtojmë ringjalljen, kur e përkujtojmë vetvete se kina me dhënë llogari për veprat e tona, aq më shumë largohemi nga mëkatet dhe gjunahet, sepse ti e din për mëkatin që e ke bërë se ke me dhënë llogari tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ne kur arrim këtë ringjallje, atëherë edhe marrim guximin me bë mëkate Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak vjen në shprehje rëndësia e përkujtimit të ringjalljes, nga se kjo me automatizëm sjell devotshmërinë, sjell largimin nga mëkatet, sjell largimin nga gjunat dhe na bën neve si të tillë më të devotshëm dhe më të përpikshëm në praktikimin e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Wa inna alaykum la hafidhin. Thot, dhe dini mirë, thot, se për mi ju janë përcaktuar çka rojet. Kush janë ato roje? Kiramen katibin. Kiramen katibin. Fisnik dhe regjistrues. Pse është përmend kiramen katibin? Melaçet janë përmend fisnik, se fisnikria është pjesë e moralit të melaçeve, sepse ata as nuk t'i paksojnë të mirat e as nuk t'i shtojnë të këqijat. Dhe se ata shkruajnë në mënyrë precize dhe i shkruajnë veprat e tuja, qofshin ato fjalë, qofshin ato vepra fizike, qofshin ato bile edhe ajo që përshpëritet në zemrat e tona melaçet, ato melaçet i shkruajnë ata do të thotë në regjistrin tonë. Për këtë shkak njerëzit në ditën e gjykimit kanë me thonë, mali hadhal kitabi, siç përmend Allahu në Kur'an, mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kanë me thonë mëkatarët dhe qufart, çka është çështja e këtij libri, çka është puna e këtij librit? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nuk i ka hiq as e madhe as e vogla pa e shënuar dhe pa regjistruar. Sepse ata kanë menduar se nuk shënohen veprat. Kanë menduar se jo çdo send shënohet dhe regjistrohet. Ndërsa kur dalën ditën e gjykimit kanë mu trishtu dhe kanë me thonë, çka kanë puna e këtij librit, i cili i paska shënu, apo i paska të shënume veprat e tona të mëdha dhe të vogla, kur gjo si paska hik. Kur gjo nuk i paska hik nga regjistrimi. Dhe bile Allahu azza jall do thotë, ya'lamuna ma kiraman katibin. Melaçet do thotë të regjistrojnë ya'lamuna ma tafalun. Të cilët e dinë fort mirë se ju çfarë jeni duke vepruar. E dinë fort mirë se ju çka jeni duke vepruar. Edhe se këtë dije të melaçeve, do të thotë melaçet e dinë, do të thotë i dinë punët masi që ndodhin. I dinë punët masi që ndodhin. Dhe se Allahu azza jall melaçeve va mundson që mi ditë edhe gjërat të cilat i përshpërisim në zemrën tonë, pa i bëu hiç. Për këtë shkak thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat hasana. Thot kush bën niyet me bën një të mirë edhe nuk e bën atë, Allahu azza wa thot atij ja regjistron një të mirë. Domethënë melaçet e dinë edhe këtë regjistrojnë. E regjistrojnë në regjistrin tonë të veprave të mira. Edhe pse na atë se kemi bo, vetëm e kemi folë në vetvete. Sikur se kemi thonën, për shembull, abet sot t'ja jap filan fukaras një sadaka. Edhe t'ja e ban njet me adhon. Tu dalë rrugës, abet thot pajlo ma si ta marrë rrugën. S'ja jep. Melaçet ta shkruajnë një të mirë, edhe pse se ki bo. Ama e ki bo njet, je bo pishman përsëri, vetëm se ti ki qëllime të mira dhe mendon në mënyrë pozitive, melaçet të shkruajnë shpërblime. Dhe këtu vjen në shprehje çka mentaliteti i muslimanit, sepse vazhdimisht mendon në mënyrë pozitive, sepse ai vazhdimisht ta njëjtën e tij e ka ibadet dhe adhurim. Dhe s'është i vetëdijshëm se Allahu azza jall vetëm pse ai mendon ka e mira dhe pozitivisht Allahu azza jall ka me shpërbli, bile i shkruhet një e mirë sikur me e vepru. Pastaj thot وَمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ حَسَنَةً كَامِلَةً. Thot,
Edhe kush bën një jetë që ta bën një të keqe, edhe largohet nga jo me një jetë të mirë, largohet nga jo nga frika për Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkruhet një mirë e plot. I shkruhet një shpërblim sikur se me bën një vepër të plot. Edhe kjo është muslimane, edhe kështu e ka hallin muslimane që vazhdimisht gjitha veprat e tija i shëndron në adhurim duke mendu për ka e mira, por se edhe ndonjëherë nëse i hik mendja për ka e keqja, çka ai do të bëhet pishman nga frika për Allahut Azza wa Jall, dhe atë mendim të keq e shëndron do të thotë në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im. Sot Allahu Azza wa Jall sot me të vërtet të devotshmit. Ebrar janë ata të cilët realizojnë dhe praktikojnë udhëresat e Allahut subhanahu wa taala. Janë praktikues të fe. Për këtë shkak i thotë el-barru lil-walidain, ai i cili do të respekton prindërit, të që tregohet i ndëgjueshëm ndaj tyre. Po lënë që tregohet i ndëgjueshëm ndaj tyre, bile do të thasë që i shkon ndonjëherë ndërmend që ai të mendoj diçka keq për ta. Besimtari i cili është barr është ai i cili do të i realizon gjitha urdhat e Allahut Azza wa Jall, duke mos i shkuar asnjëherë ndërmend se sikur të mos kishte qenë kështu. Sepse ndonjëherë vjen shejtani dhe të bën vezvese, thotë sikur se feja të kishte qenë kështu. Kjo është vezvese e shejtanit. Për këtë shkak thotë Allahu Azza wa Jall, innal abrara lafi na'im. Thotë me të vërtetë të mirët të devotshmit janë në mirësi, duke i përjetu të mirat dhe të mirat e Allahut dunjojnë ahirat. Për këtë çka shumë prej selefit, prej dietarëve të devotshëm kanë thonë, sikurse mbretërit ta kishin ditë kënaqësinë dhe mirësinë që kemi në zemër, do të na kishin luftuar me shpata për të na marrë atë. Pse? Sepse ata jetojnë në mirësi, të cilën mirësi nuk ka mundësi me paramendu dikush, e cila mirësi nuk blet me dinar dhe dirham, por së është mirësi e cila arrihet me devotshmëri, dhe se kjo mirësi është në dunjë dhe në ahirat. Wa innal fujjara lafi jahim. Kurse thot fujjart, qufart, gjinahqart, çka janë në xhehenem. Janë në xhehenem, yaslawnaha yawmiddin. Thot xhehenem të cilën janë e përjetojnë në ditën e gjykimit, yawmiddin. Në ditën kur kanë me urinxhat dhe kanë me dal para Allahut subhanahu wa taala. Wa ma hum anha bighaibin. Këto disa komentatorë Kuranit kanë thonë se innal fujjara lafi jahim është për qëllim vetëm për qufart. Sepse ajeti që vjen më vonë, wa ma hum anha bighaibin, thotë se ata kur s'kan me dal nga zjarmi i xhehenemit. Një koment tjetër thotë se innal fujjara lafi jahim është edhe për qufart, edhe për muslimanët që bëjnë mëkate. Dhe kuptimi wa ma hum anha bighaibin, sepse ata nuk kanë me pas mundësi mi shpëtu xhehenemit, duke ndërmjetësuar dikush tjetër. Dhe se çdo kush kanë me met do të thotë vet, dhe askush s'ka me pas mundësi me ndërmjetësu tek ata, apo që çka mi shpëtu nga zjarmi i vrasht i xhehenemit. Sidoqoftë, themi gjinahçari edhe qafiri do të kanë mu djeg me zjarm të xhehenemit. Pa marrë parasysh se a kanë me dalë ndonjëherë nga xhehenemi apo jo, por se vetë fakti se ato kanë mu djeg me zjarm të xhehenemit është një pikë e cila pikë duhet me na shtrishtu gjithve neve. Allahu na ruajt nga zjarmi i vrasht i xhehenemit. Wa ma adrake ma yawmuddin. Sikurse Allahu zë drejtohet kështu. Thotë sikurse ta kishit ditë, ta kishit kuptuar realitetin e ditës së gjykimit. Thumma ma adrake ma yawmuddin. Thotë përsëri, sikurse ta kishit kuptuar jo mirë ditën e gjykimit, sepse ai i cili kupton mirë ditën e gjykimit, ai kuptim me rezulton me vepra të mira dhe rezulton me largim nga e keqja me automatizëm. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Sot në atë ditë askujt nuk ka mundësi mi bo mirë. Askujt nuk ka mundësi mi ndihmu. S'ka mundësi askush me dalë në krah, e as ti që ki mundësi dikujt me ndihmu. Wal amru yawma idhin lillah. Atë ditë sundimi i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. E mirë, disa komentatorë kanë parashtuar pyetjen se sundimi i Allahut nuk i takon edhe në këtë dunjë apo jo. Na themi se sunduesi i kësaj dunjë dhe ahiretit është Allahu Azza wa Jall.
por se Allahu subhanahu wa taala për t'i sprovu disa ju ka dhënë mbretërit kufizume dhe njerëzve ju ka dhënë liri për me zgjedh. Edhe pse i ka caktuar kaderet, caktimet e tia, megjithatë njeriu t'ia ka lënë të lirë që të bën zgjedhjen mes të mirës dhe të keqes. Ama në ditën e gjykimit, në këtë dunjë edhe pse na e dimë se disa gjona janë haram, megjithatë marrim guximin dhe i bëjmë ata. Na e dimë se Allahu na ka thonë mos shko kënej, na shkojmë në ato. Ama në ditën e gjykimit, kur thot Allahu azza wa jalla në xhenem, s'ka ti me zgjedh. S'ka ti me ndërmjetësu të tërkush, s'ka ti me të mashtru dunjoja. Në xhenem. Në peshore, në xhennet, s'ka kush i ndërhyn në gjykim Allahu subhanahu wa taala. Dhe këto është do të thotë poenta dhe kuptimi apo më mirë thënë komenti i këtij ajetit dhe me këtë me lejen Allahu azza wa jall përfundojmë me komentimin e suretul Infitar, e cila sure i ka do të thotë 19 ajete. Lutë Allahun azza wa jall që gjithëve neve të na regjistroj këtë mezhlis në regjistrin e veprave tona të mira, kështu në këtë formë të na falë mëkatet, të na shtojë shpërblimet dhe të na shpërblej për këtë mund që të gjithëve së bashku e kule qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Në avën arshme inshallah vazhdojmë me komentimin e suratul Mutaffifin. Shtash do të mushmi çaj, nëse ka dikush në pyetje, le të urdhëroj pyetje me çaj. Muhammed, ba mushi çaj. Mirë, çka va merr mendja? Suratul Infitar. Çfarë sura është? Suratul Infitar. A është sura Medinase a sura Mekase? A? Medinase. Pse? Mekase është. Sepse besimi në ditën e gjykimit është mesela e akides. Ka këtë tauhid, ka këtë besim ka. Edhe këtu del në shprehje se ai i cili ka akiden e pastër i ka edhe veprat e pastra. Ai i cili ka besimin e shëndosh, edhe veprat i ka të shëndosha. Edhe për këtë shkak, do të thotë koncentrimi në mësim dhe të kërkim diturisë bëhet në çështjet e akides. Dhe gjitha veprat pastaj ndërtohen mbi besim të shëndosh dhe mbi akide të shëndosh. Aq sa më të pastër dhe më të theksuar kemi besimin në ditën e gjykimit, aq më të mirë e kemi edhe veprat, aq më të shëndosha e kemi edhe veprat e tona. Çaj i përblum është. Unë e di për çfarë tham çaj i përblum është, unë e kam përblum, i parë. Mushni çaj, haxhi. Urdhno pyetje. Kur të bëhet pyetja pak më me kujdes më vetë. Allahu azza jalla thotë, "Va mundson me lekëve që me ditë atë që na e mendojmë në zemrat e tona, në vetveten." Jo për çfarë do hasë, kur kesh, po zonë as kur ka nuk e di me dhe. Pse kesh e pse ka? Shkruajnë si vepra atje, çketa? Nga me laçt e din, masi që ti mendon, masi që ti vepron e fol. Para se me bën nuk e din. Edhe pse Allahu azza xal në pjesën e qiellit për çdo vjet e zbret kaderin për çdo njeri për tan vitin. Apo? A kemi thonë se në natën e Kadrit zbret kaderi për çdo krijesë për tan vitin. E masanej do thotë me laçet për çdo ditë i përcjellin lajmet për njerëzit se çka kanë me ndodh për atë ditë. Edhe për këtë shkak e xhinat hipin një për një që me shkuën me hip në qelin e parë, do thotë edhe mi ndëgju ato lajme. Edhe keni pa se si me laçet i gjujnë e xhinët. Do thotë keni pa këtë natën kur me laçet domethënë i gjujnë e xhinët, shkaku se e xhinët do thotë shkojnë për të ndëgju
lajmet e njerëzve dhe për këtë shkak disa serbaz do njerë ka mundësi me ditë diçka dhe të thotë për atë që ka me të ndodhën qatë ditë, sepse vinë e gjinët edhe i kallëzojnë se e kanë dëgju lajmin në qerë, se shka ka me të ndodhë ti qatë ditë. Dhe thotë ka disa nga serbaz, Allahu i shkatroft dhe i zhdoft këtë komplet i faroft, të cilët i dinë se çka ka me të ndodhë ti për shumë mas 1 satëve, 2 satëve, për atë ditë. Ama nuk e dinë dhe se çka ndodhë mas nesër apo tjetër masë. Ka mundësi qatë ditë me ditë diçka. Edhe pse nëse e dinë një edhe 100 tjera ja shtojnë rejna. Allah në arruz nga kjo. A u kashtera? I thashu në partë të mushë e ras, a thash mushë e partë. A i thash Mushë të shpetesh, pëtaj se më njerë në zejë. Ej, pak mu i të ftofë, gjimsa mushë. Faleminderit. Të më i vogël mos të lës. Po gjë. Në shtëpi më mirë vetë falësh atë kesh në familjen mbas me xhamat. Po. Në shtëpi njëri kur të falet, më mirë është me marr familjen në xhamat me bë. Familjen xhamat. Po, me marr familjen në xhamat me bë, sepse do të thotë koncentrimi në namaz është më i madh. Edhe që do të thotë me marr shpërblimin më shumë ata do të thotë kur falen bashk, plus ka asaj do të thonë ndëgjojnë Kur'an pak më shumë, ka ndryshim në lexim. Do të thonë ka shumë dobi dhe plus nga ana tjetër është edhe dobia që na shtëpi bëhet ambient islam. Që bëhet do të thonë ambient islam edhe pak që ka kujdes më të madh në namaz. Faleminderit. Çaj makadam. False. Shka vjen sezon e verës, edhe shumica që vënë në patron mojnë shopë, këto në këtë. Si është dispozitën se marrë? Të vënë në marrë? Si kje, Nuk është me rëndësi kush ishtek. Unë qëndrimin tem e kam se nuk ban me majtë shop, sa është haram me majtë shop, edhe atë e kam përmend, nga se shopka nuk është mbuloj e cila është e njohur të muslimanët edhe ala nuk matë, derisa një tesh do të thotë nuk është pjesë përbërëse e kulturës së muslimanëve me një vend caktuar, do të thonë nuk kupton se ajo është kulturë do të thotë apo veshje e uhazume nga të tjerit. Dhe për këtë shkak do të thotë Allahu alem shopka është haram me mbajt dhe nuk ban me mbajt. Sikurse maherët o xhallarët kanë thonë se është haram me mbajt farmerka, nga se muslimanët në atë vakt nuk kanë mbajt farmerka, kanë mbajt tilqe, kanë mbajt shalvare. Dhe se kur kanë dalë së farmerka, këto xhallarë kanë dhënë fetva se është haram me mbajt farmerka. Derisa farmerka do të thotë është bo dukuri edhe tesh e pjesë përbërëse e kulturës së muslimanëve në atë vend caktuar, do xhallarët e kanë leju. E kanë leju, por natyrisht se kanë vendu kushte dhe rregulla se çfarë farmerka do të thonë ban me majt. Shopkës alo s'u ka ndodha ja. Alo musliman do të thonë refuzojnë shopkën, alo musliman nuk e bën shopkën. Dhe do të thotë përveçse për nevojë. Përveçse për nevojë, sikurse janë ata të cilët kanë problem me pamjen, dhe kanë problem do të thotë me rrezet e diellit, me rrezet ultraviolete që janë ju pengojnë, atëherë do të thonë për nevojë bëhet për jashtë. Nëse dikush është qerë dhe ka nevojë me majt, do të thotë me mlu, ne themi kena kapuç në musliman. Nëse ka nevojë do të thotë çaj me mlu krytë vet, i thënë vleni kapuç të bardhë. Kena tërllajk. Do të thonë që duhet me vënu do të thotë shapka. Allah alem kjo është qëndrimi jam dhe mendoj se është më i shëndosh
edhe fetarisht që muslimonët do të thotë mos me mbajt shapka. Po të veni caktuar ose në piknik nëse? Shapka ban mu majt do me thonën për arsye, për nevojë. Për nevojë të cilën nevojë e kryen shapka. Për ndryshe ja, po thamë në përgjithësi. Për ndryshe ja. I Facebookit në pyetje. Po. Tut më shumë për çanëve. Se çat shumë, se gjëra në savan në xhami se shkoj shoku i çanëve. Xhami në kanë 100 metra la i shtëpisë. Çfarë Po. këshillë? Do të thotë prej qenve do të thotë njëri do të thotë natyrisht duhet me kërku mbrojtje prej shejtanit. Sepse qenë do të thotë kanë cytje prej shejtanit dhe do të thotë dhe shejtan do të thotë her paseri edhe i ngacmojnë ata sidomos për ata musliman të cilët mundon me dalë në xhami. Por se themi nëse dalja e tij në xhami në atë kohë kur s'ka njerëz dhe qenë ka mundësi që me sulmu, ai arsyeton që të mos dalë në xhami. Nga se vjen në shprehje dhe rrezikohet jeta e tij dhe siguria e tij. Ati në këtë rast i lejohet që të mos dalë në xhami dhe të falet te shtëpia, natyrisht duke paraqit këtë rast të organet kompetente shtetërore domethënë që ata me marr masat që do të me e bë largimin atyve çemve të cilët do të janë të rrezikshëm për atë mjedis apo për atë vend ku ato njerëz jetojnë. Dhe do të thotë njëri do të thotë është normale që mutut prej kafshëve të cilët janë agresive dhe sulmuese, dhe kjo nuk ka kur një farë ndalesë fetare që njëri mutut do të thotë prej qenit, leonit apo ufit dhe kështu me radhë, nga se do të thotë ato janë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve, por se domethënë nëse ai konstaton se rrezikohet jeta dhe ka mundësi që ata do të thotë me sulmu dhe me shkaktu dëm në jetë, atër do të këtij themi që të mos dalën namaz sabajt në xhami dhe se namazin sabajt ta falen në shtëpinë e vet, apo të bëhen më shumë njerëz më kallaballok që do të ti largojnë ato qenë nga ato vende. Edhe pse do të thotë në këtë zaman ka mjete do të thotë bashkëore të thotë ka mundësi që njëri më shfrytzu do të thotë për të larguar qenë mjete të ndryshme, apo fundi do të thotë që është më e lehta që atë rast ta paraqet në shtet që shteti domethënë të mirët me ato që të cilët janë agresiv dhe sulmojnë njerëzit, nga sa është obligimi i shtetit e organeve shtetërore që të sigurojë do të thotë siguri për qytetarët e gjitha vendeve. Wallahu. Jo, nuk ban. Nuk ban. Të shkjenjë në rikë në mundë, ka 50 qenë në levë, shka podere. E shteti zvinë ati. E paraqet rastin do më thonë vinë. Mëstuj se nuk vinë se vinë. Shko paraqit e rastin do më thonë. Kume e shkjo, kume e rrë. Shtaj, ka institucionet posaçme për atë. Po. Shkon e paraqet rastin, vinë njerëz kompetent dhe i largojnë qenë prej aty. E të nërë bashkë nga, në sa të shumë, e të kumblejë, e të trolejë. Kur no? Prishtu me thirë zonë në event për namaz, para namazit në event që i dëgjohet e zonë. Nuk prish pun. Nuk prish pun. Lejohet. Nëse falesh veç mas si xhamat vet, lejohet domethënë që me thirë e zonë. Nuk ka ndalesë. Por se lejohet edhe mos me thirë, edhe pse sunet është me thirë, sinca është me thirë e zonë. Nëse falesh veç mas prej atij xhamatit, ku është thirë e zoni, do të më mirë është që me thirë e zonin vet, edhe i kametin po më fal. Për çdo namaz kjo vlen. Për gjitha namazet. I në vend caktum, punë caktum. Po. Ata është ka thirë e zonë. Po do më thonë të senin e zonë, ama ka thirë e zonë. Dhe ka shku një orë e gjimës. S'ka për shumë edhe 40 minuta thirë që të rezon. Ti që atër tipet mosia më falë, a me thirë që atër rezon?
kamet edhe Ja, do thotë e thirrë zonin, ki drejt me thirrë zonin. Nëse është vend ka dallim, nëse është vend ku dëgjohet ezani, jo, dëgjohet. e ti se keni, për shkak se ka pas makinat lëshu me zhur, ka dallim me një vend ku thirrë ezani larg, edhe larg është prej edhe në atë vendin tonë nuk dëgjohet ezani. Sikurse ezani i Boterit nuk njihet te na këtu për shembull. Edhe po ezon se këtu nuk ka ezan, kur ta falmin e namazin du të me thirë ezani se nuk njihet ezani jo. Ama shembull, ezani i sabegit nuk njihet në bit pazar. Pse është zhurmë e madhe. Ama namaz sabajt njihet shumë mirë, shumë pastër. A me çfarë mu bazohet? Po bazohet me atë se a shkon ezani atje. Jo a e nin ti apo e se nin. Jo, ezani shkon te veç. Nëse shkon e thirë veç i kametin. Lejohet me thirë veç i kametin, edhe pse më i mirë është me thirë edhe ezanin edhe i kametin. Jo, mos me pas zhurmë njihet. Atër do më thonën, lejohet me thirë vetëm i kametin. Lejohet. E kitë lejohet. Zotë se gjavë kështu, vish me këtu shërë, a kina abdes, nësë, Ja, a duhet një madhë. nuk kemi abdes nga se tertibi i abdesit është kushti i abdesit. Pse këtë argumentim me ajet kuranor? Se Allahu Zotëri mënyrën dhe formën e marrjes së abdesit e ka përmend Kur'an një ka një, me rend. E ka përmend një ka një, me rend. Në hadithet, asje nuk përmendet abdesi pa ushar. Lë e komin, lë e dorën, lë e ftyrën, por se abdesi është përmend një ka një, me radhë, që në kupton se kushti i abdesit është edhe tertibi i abdesit. Nuk ka mundësi të njerë mi la kompë, mase me njës ka dur të ftyrën hundet në kështu me radhë. Nuk ka mundësi. Dush tertibmi që kur ban tush, ajo është freskim, është toptan më vetë është. Ajo është, domethënë, ajo është për të fresku për me smetar dhera, jo për me marr abdes. Ose e ban për të fresku, ose e ban për mi largu djerë që mos të të vjen era. Ama se ki bo për abdes. Pse abdesi ka formë dhe mënyrë të posaçme. Nuk mundet ti domethënë mu gjyt në bazan medale dhe me thonë se unë e kam abdes. Mundet. Dush me rënd mi marë. Abdesi mirët me tertib. Edhe qka? E tertibe dhe muvalate. Muvalate është që abdesi të mirët dhe thot aty për aty. Nuk mund të që njeri me la ftyrën mas 10 minutave me anis me la krahët. Pse abdesi du të me konën më njerë aty për aty. Ka regula dhe parimet e së dhe thot janë obligim të abdesi. Urna. Të libri që seminar në datë, argumente i kërëronë dhe simenti, zot që ishte cekla të mundalit të subas në osene, që mund të abdesi edhe pa të tipe. Bila parim gjinat dhe zonë, që ishte rastë cilën mund ke abdesi, me vënes të subas në osene, njëherë kishë përdorë, masi që i kemë kaluar, që larje e krahë, ka fika nga krahë. Muvalatën do të ishtë, jo tertibin. Aty për aty. Tertib është renditje Po. Masi që i ka kaluar, i ka fika nga të krahë. Ma jo sa që ki haru, që ka pa da. Në cekës haru, i ka fika nga. Po. Kjo është do me thonën që përmendim ulemat të shumica e detarve, e kam parasysh, të shumica e detarve që përmendet, ose do me thonë nëse haron diçka me la, edhe të kujtohet kthej e shpia ati ku i ke haru. Për shembull, ke haru me la hunën, apo, ti ke la ftyrën, ke la kratë, ke dhonë mes. Delpi e krynë abdesin largosh, edhe të teket se ke la hunën. Kthehesh e nisë abdesin pite huna. E lan hundën, e lan ftyrën, i lan kratë, i jep mes kris, po i lan në fund komët apet. Për këtë përmendet ai hadith edhe pse disa detarë thotë, ama kjo është për muvalat, jo tertibin. Kjo është për tertibi o diçka, muvalat o diçka. Muvalat është që abdesin me marë më njerë aty për aty, një mas një. Pa duku thërë dhe një pjesë për dhe një pjesë zërë. E po këtë në cekë që ka vërë duke të kratë. Të vetëm cekë në që se ka rru kratë, ka një vetëm kratë dhe që se ka minë fund të abdesit, ka një kratë. Mujtojtë cëllën pjesë. Ka një vetëm atë pjesë që ka rru ka vërë pite kratë shemë dhe vazhve mesin në bërë. Sot dësh pjesë të cilën e ka rru dhe ka një dhe ka pjesë.
Në qëse gjatë abdesit, dihet larja e durve, larja e muajs, mundës, thirrës, e ka arru thirrën, që vazhdu me krasë. Dhe kim regjet e kamë. Nuk thehet për të ftyra për të kamë, por vetëm ftyrën e ka lartë, dhe pse të tjera vazhdu me krasë. Te shumica e sahabëve, transmetuesi i abdesit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I formës së abdesit është Osmani radhiyallahu anhu. Osmani ibn Affan radhiyallahu anhu. Dhe 90% të haditheve që kanë të bëjnë me formën e abdesit transmeton Osmani radhiyallahu anhu. Dhe të shumica e dietarëve thonë se Osmani radhiyallahu anhu asnjëherë nuk kanë transmetuar hadith i cili çka nuk i ka përmendur abdesin, do thotë me radhë. Nuk i ka përmendur abdesin me radhë. Edhe për këtë shkak do të ndoshta kjo është ndonjë përjashtim apo është hadith më i dobët se sa këto që përmendin do thotë radhitjen e abdesit, domethënë aty për atë. Ndoshta është hadith në drejtë më i dobët apo është hadith diskutabil që të shumica e dietarëve ndoshta është daif apo është hasan. Nuk po e di unë se nuk më kujtohet. Kjo do të thotë Hoxha, selam aleikum. Aleikum selam. Allah Aleikum selam. Aleikum selam. Edhe pse du të pas parasysh se në meselet e fikut ka dallime mes dietarëve, nuk është po. Unë mendimin e kam se duhet me lat abdes edhe me lat do të thotë. Po. Është mesele muvalati. Është mesele domosdoshmë diskutabile në mesin e mezhebeve. Jo gjitha mezhebet mendojnë se është kushti namazit, kushti abdesit, fal. Por sa ajo që është domethënë më e argumentuar dhe më e fortë me argumente është se muvalati është pjesë e abdesit. Edhe për këtë shkak do thotë të shumica e mezhebeve është muvalati kushti i abdesit, të kërkohet. Wallahu a'lam. Urdhna. Se lezon Kur'anin pa abdes. Edhe vjen te ajet u posej, do të Po. Sejdën aty, nuk do pa abdes. Lejohet që sejdë me bë pa abdes. Sepse nuk është namaz ajo. Ajo nuk është namaz. Ajo është sejdë. Sikurse sejdë të shukër, sejdë e falënderimit lejohet më bë edhe ajo pa abdes. Sejdë të shukër lejohet me bë pa abdes. Sejdë të tilave dhe sejdë të shukër e kanë të njëjtën dispozit. E dini sejdën e falënderimit. Të vjen një lajm i mirë, dhe ti sikur janë kom mund të ban sejdë. Nuk ka nevojë të nuk është kusht që me pas abdes, domethënë apo nuk është kusht që ti më thon ka ta shkoj të marr një abdes e pastaj të bëj sejdë të shukër. Por se lejo domethënë me bë sejdë edhe pa abdes. Gjenda që mbaj sinxhish se e dimi që unë është se është e leju në mënduar, i po dikush që kesh përduar të mbaj dhe sinxhish. Nuk ban me majt. Për meshkujt nuk ban me majt, do thotë qafore. Është ndaluar. As argjent, as are. Nuk lejohet. Për dallim për i njëjtë është. Njëjtë është, kurse për nozën do thotë ka përjashtim. Me të mallu ka para Facebook, ashtu numri i femrave të cilët në thojza davet. Jo, ne të bëjmë davet, ato kanë nisë të bëjmë davet. Ti femrat kanë nisë mi bo me shkujt daveta? Po, një këshiu, pak ma... Një si me femrat të nisë. Unë kam përmend domethënë edhe më herët se të mesela e Facebookit duhet me qenë do thotë kujdesshëm. Qofshin meshkujt apo femrat. Këto janë dispozit barabartë. Edhe femrat, edhe meshkujt domethënë duhet me pas kujdes se si do thotë e menaxhojnë çështjen e Facebookut. Dhe kam përmend se lejohet që mashkullit i bën davet femrës për nevojë. Dhe femrat i ban mashkullit davet për nevojë. Nëse ekziston kjo nevojë. Dhe realisht domethënë në tereni e dëshmon një centraliteti më mirë, thonë dëshmon se
na si popull Allah s'kemi arrit në drejtë që do të femrat me i bë davet djemt. Femrat me i bë davet djemt. Femra ka mundësi që me postu hajete, hadithe, fjalë të urta, i poston. Dallon postimi, dallon komunikimi. Dallon postimi, dallon komunikimi. Dhe do të thotë duhet me dallu këtë prej asaj. Ajo që ndalohet është që femra domethënë të komunikojë me meshkujt me pretekst se është duke i bë davet. Përveç se për nevojë, edhe pse nevoja elhamdulillah nuk ekziston. Na elhamdulillah do të thotë kemi do të thotë xhanicë të cilët bëjnë davet në mesin e grave, po kemi edhe xhallar të cilët do të thotë natë ditë bëjnë davet në mesin e burrave. Kështu që nuk ka nevojë që femrat me i bë davet, do të thotë burrat me i bë davet femrat. Por se po tham unë, edhe nëse ekziston nevoja, ajo do të thotë ai davet duhet të bëhet me kufi, duhet të bëhet me rregulla, me parime, që të mos i jepet tërkohje davetit. Shpeshherë domethënë fillon muhabeti me pyetje dhe përgjigje do të thotë për çështje fetare, që paraqiten domethënë se janë pyetje dhe përgjigje, pyetje do të thotë serioze, nga ana tjetër domethënë mes tjerave fillon përzgjedhja në muhabet. Edhe domethënë duhet me pas kujdes në këtë temë, sidomos do të thotë nëse bëhet fjalë për vajza beqare apo për meshkuj beqar, do të thotë. Sidomos nëse janë do të thotë të moshës së re dhe japin guzim vetvetes që me kontaktu dhe komuniku me femra, po femra e re i jep guzim vetvetes që me komuniku me meshkuj. Kush i garanton se shejtani nuk e mashtron? Po thamun e dallon postimi i ajeteve kuranore apo haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me arsye do të davetit, dallon do të thotë komunikimi me meshkuj. Edhe këtu pa përmendje edhe çështjen e fotografive, që do të thotë femrat të dalin me lloj-lloj fotografi do të thotë të timve dhe të postojnë ato fotografi ku shfaqen bukuritë e timve. Femra domethënë si krijesë është atraktive dhe tërheqëse dhe duhet ta ketë parasysh. Kjo është realiteti i femrës, që ajo është domethënë tërheqëse dhe atraktive do të thotë për syrin e meshkujve. Dhe se femra do të thotë e ka urdhër fetar që ta ruaj bukurinë e saj, ta ruaj nderin e saj. Dhe atë bukuri, lutna demo. Atë bukuri, atë jeshil nuk ka të drejtë që me ashfaq të tjerëve. Dhe domethënë duhet atë bukuri, atë nder, atë bukurim që e ka ta ruaj për burrin e vet. Femra domethënë duhet të jetë e kujdesshme në postimin e fotografive të saj. Por se po thamun edhe nëse atë që nevojshme është postimi i fotografive, të ketë kujdes që postimin e fotografive ta mbajë domethënë e mbuluar, rregulluar me mbulesë fetare. Jo të postoj domethënë lloj fotografi të cilat do të janë fotografi provokuese dhe janë fotografi të cilat thrasin në haram. Dhe natyrisht se ajo harami fillon me pamje, me shiqim. Dhe zhvillohet masane, sepse ajo kur del ashtu do të thotë në atë formë, në zbukurume, ndreq dhe rregullume, tërheq do të thotë meshkuj të tjerë. Tërheq do të thotë dhe bëhet më atraktive. Nga ana tjetër për shembull del me pretekst të davetit, që është shumë problem. Keq përdorimi i fjalës davet për flirtim. Edhe kjo është një tendencë shumë e rrezikshme, apo të trit, të meshkujt. Thotë unë i bëj davet, ai në realitet flirton me atë femër. Flirton me atë femër. Dhe apo femra thotë unë i bëj davet meshkujt. Nga ana tjetër për shembull flirton me atë, nxjerr fotografi provokuese, nxjerr fotografi që shfaqin bukuritë e saj, që janë haram. Këtë kërkuese edhe pse është nëse xhallar kanë thonë se Facebooku është halal. Askush s'ka thonë se femra duhet me dal aty mi kallzu këtë bukuritë e saj. Duhet me bëj dallimin mes kësaj dhe asaj. Shumë femra se edhe shëqenjë edhe në për fotografi të fara, po shumë femra në komente në diskutojnë pse meshkuj, fotografi të meshkuj e në të ndalë. Çfarë përgjigje kisha dhënë të tillë? Thënë që është padrejti. Femra të bëjnë meshkuj, fotografi të meshkuj të bërë. Nuk është kjo padrejti. Nuk është padrejti. Kjo është për me tregu vlerën dhe rolin e femrës në shoqërinë islame.
për me mbrojt nderin e saj, për me mbrojt do të bukuritë e saj. Dhe për me tregu se femra është thesar, i cili ruhet dhe mbrohet, i cili do të jo çdo kujt i shfaqet, jo çdo kush del me gjithë pasurinë e tij dhe ta tregon të gjithëve. Na femrën e konsiderojmë thesar, e konsiderojmë diçka të shtrenjtë, të çmueshme, të cilën dojmë ta mbrojmë dhe ta rujmë si të tillë, nga se është edukatore e brezeve të reja. Femra është do të edukatore e brezeve të reja. Dhe femra e ka rolin kyç në këtë shoqëri, në këtë ummet. Nëse ajo prishet, nëse ajo do të del nga kufit e saja, atëherë paramendoni se çfarë edukatore kemi me pas në të ardhmen. E cila femër nesër ka mu bo nana e dikujt, ka mu bo gruaja e dikujt, ka mu bo edukatore e dikujt. E paramendoni nëse kemi femër edukatore në shtëpi, apo në përshpia në të ardhmen, në gjeneratët e reja, femra të cilët çka e kanë humb do të thotë marrën. E kanë humb, domethënë, të cilët femra kanë komunikuar me 100 burra e masane me një është martu. Këtu kemi më problem. Kemi problem dhe asoj shoqërie do të thotë me të vërtetë i kanos një rrezik shumë i madh. I cili rrezik do të thotë, të cilin rrezik vetëm se më kemi nis me e përjetu. Dhe shiqoni domethënë, sidomos te fejsat e më të rive, te fejsat e gjeneratës së Facebookut, sa fejsa prishin shkaku e Facebookut. Pse? Sepse femra ka komunikuar do të thotë me shumë meshkuj, dhe çka fejohet nesër, edhe çka nesër më një fejumi i vet, natyrisht e ban frent fejumën e vet. Edhe ndërkohë e sheh se e fejumja e vete komunikojnë edhe me 100 djem tjerë. Thot ka dalë vetë, unë s'ku marr për 100, ku marr për vete. Edhe çka prishet fejsa. Nis më abet na do të jashtësojmë gjonat. Vetëm se realiteti është ky, që mashkulli ka qef që gruaja e vet, fejumja e vet, apo femra të jetë diçka ekskluzive dikujt, dhe ajo të jetë do të thotë e çmueshme, e pastër, e kullume, e çiltër, jo e gjithkujt. Dhe për këtë shkak do të thotë, fatkeqësisht shpeshherë Facebooku përdoret si mjet për fejes, si mjet për martesë, si mjet për zina. Dhe se do të thotë Facebooku, kur dikush ka thonë se është halal, du ta potencojë edhe atë pjesën e fytyrën e keqe të Facebookut. Ta tregojë bad face të Facebookut, fytyrën e keqe. E cila do më thonë fatkeqësisht të shumica e përdoruesve të Facebookut, do më thotë kemi shumë dalesa fetare. Merreti profilin e shumicës së njerëzve që janë do të thotë që janë aktiv në Facebook. Merret kemi gjithë lloj fotografi. Po mirë themi, kush ka thonë se është halal mi këshira ato fotografi? Hajde ma gjoni një fetfa të një hoxhe që ka thonë se është halal me qenë aktiv Facebook, i cili ka thonë se është halal mi këshirë fotografi të femrave të huja. Thotë Allahu Azza wa Jalla, kullil mu'minine yaghuddu min absarihim. Thuajo besimtarëve dhe besimtarëve ti ulin shiqimet. Ti ulin shiqimet. Ulja shiqimet dhe edhe për mashën edhe për femrën. E po mirë, me këshirë fotografi të femrave të huja nuk është ngritje shiqimit ta. A nuk është ngritje, na kur themi se është haram mi këshirë vajzat në rrugë, nuk kemi thonë se është halal mi këshirë në Facebook. Edhe në Facebook është haram mi këshirë vajzat e huja. Edhe ajo është shiqim në haram dhe në të ndalume. Sikur se është shiqim do të thotë në rrugë. Po njëta vlen edhe për femrën, pse asaj i themi se i kit lejume me hi në Facebook, dhe ti do të thotë Facebookun me shfryzu për hajër, nuk do me thonë që ti në Facebook dush me komuniku me 100 meshkuj dhe mi këshirë fotografit e gjithë meshkujve që janë atje. Për këtë çak duhet me bë dallimin mes së dhe asaj. Edhe xhallar duhet të kenë kujdes kur japin fetva se lejohet me në Facebook. Që këtë lejim, këtë dispozit dhe të akuzojnë me kushte fetare. Sikur se është domethënë që të mos i postojnë gjitha fotografit,
Po funit edhe fotografime, edhe postimi i fotografive, qofshin ato të meshkujve në mesin e meshkujve. Në buk me hangër shumë kemi thonë së është haram, e jo më fotografu që dispozite fotografisë është me një pikpyetje shumë të madhe. Shumë dhe prunë. Do të thotë me një pikpyetje shumë të madhe. Do të thotë sa që do të thotë bëhet teprimi i postimit të fotografive. Edhe nëse themi se e kemi leju do të thotë fotografive, edhe nëse themi se hajde që për arsye, për nevojë, për davet, për atë përket, çdo send ka kufi. Çdo send ka kufi. Dhe se do më thonën, Facebooku nëse është halal, ai halal do të thotë është me rregulla dhe me parime. Pastaj për shembull, këshira realisht të ata që kanë do të thotë Facebook, se një pjesë të madhe të Facebookut, do të kohës në Facebook, e të kalojnë me shiqimin e klipave qesharake, që ka në të gjveshje, ka në të fyrje, ka në të harame, ka në të, do më thonën, ndalesa fetare të shumta, ka në të kufriate, që na do të i përcjellim ata për argëtim dhe të kalim të kohës. Po thamë çdo send do të thotë nëse kemi thonë apo nëse ka thonë dikush se Facebooku është halal. Do thotë atë duhet ta akuzojë me kushte fetare. Ta kanalizojë do të thotë me rregulla dhe me parime. Nuk është e thonë se është halal, shtaj femra dil reklamohu domethënë në Facebook. Mod na revja e kanë bërë Facebookin këta. Çfarë këshilli që do ative që ative femra që vetëm i kanë fotografitë? Këshilla për ato femra që vetëm se mo i kanë fotografitë është një. E para që të pendon nga gabimi që i kanë bën, nga se është ajo gabim. E dyta, është gjuna dhe i cili gjuna kërkon pendim. Dhe e dyta domethënë këtë gjuna do të thotë me e kompenzu duke i largu do të thotë fotografitë e tyre prej profilave të tyre. Ti largojnë bukfalisht, më njëherë ti largojnë. Më njëherë ti largojnë. Qofshin ato femrat mbulume, qofshin ato të pambulume. Se këtu më kemi do më thonën edhe një problem tjetër, se do të thotë komunikimi i të mlumeve me të uzumt, me namazdit, komunikimi i të pa mlumeve me taborin e vetë. Apo do më thonë turli kurse shpesh ndodhë në për Facebooka. Këtu kemi problem, edhe pse vajza është e mlume, nuk do me thonë sa e du të banë me dalë në fotografie dhe mu pa. Na e dim fort mirë se vajza është diskutabile dhe shumë ulema do të kanë përmendë për librat e fikut për fejes mu pa. Do të më marr partner tjetës me bon, ka rregulla dhe parime si ti dush me pa, si ti dush me komuniku me ta. Nuk mundet kujtësitim te këtë këshira gratë e huja, femrat, qikat e huja, po femrat e huja. Ka rregulla dhe parime. Bile edhe për fejes kur është pyetje, do të më marr për gruti, ka rregulla dhe parime si dush me pa, kur dush me pa, sa dush me pa. Për fejes bëhet fjalë. E jo më që shtash do më thonë për pik qefit, thjesht për me tregu diçka interesant, për me tregu sa ajo qika ka blen një shami 3, shtash mule trakat shamin 3, mule me dalë dhe të Facebook, edhe me reklamu shamin e re. Ku shkruan kjo se halal është? Apo e tjetra ka dalë, ka shëtit pak, shtash dhe dalë dhe fotografot dhe kalzoj se ka konë filan vendin. Ku shkruan kjo se halal është? Na ketë se bëjmë për ta nënshmu vajzën, thjesht për mi tregu sa ajo është diçka e shtrenjtë të na. Është thesar, është respektuar, është nderuar dhe na atë thesar do të thotë atë pasuni mundohemi që ta mbrojmë do të thotë nga çdo e keqe. Wallahu a'lam. Aleikum salam.